tjerët është I qartë. Sot ata që e zbrazën në këto 10 vjetë Strugën dhe Kërçovën, derdhin lot se na rrezikohesh ka Struga dhe Kërçova dhe shqiptarët mund t'i humbin ato. Kush më shumë se njerëzit që u kthyen 12 vjet më parë nga Zvicra janë fajtor që rinia jonë po shpërngullet për në Zvicër. Ata po pasurohen në Maqedoni, rinia jonë po bredh rrugëve të Perëndimit. Nisa nga Shkupi për të ardhur këtu, dëgjoja zhurmën e madhe të një mitingu që po mbahej në Çajir, por kur pash pjesëmarrjen kuptova që zhurma mundohet të mbuloj mungesën e qytetarëve në atë miting. Thonë se kanë bërë një shesh Skënderbe dhe ky shesh nuk është asgjë tjetër përveç se një tavan, një mbulesë për lokalet të cilat ndodhen në Qashin e Shkupit. Do të shkoni vetë dhe ta shihni se sheshi që e kanë propaganduar me të madhe nuk vlen pothuajse asgjë. Ne nuk jemi kundër shesheve, por nuk jemi pro gënjeshtrave që ne të kënaqemi me thrimet, ndërkohë që tjerët krijojnë kulturën dhe identitetin e tyre duke vjedhur edhe historinë tonë në sheshin e vërtet të Shkupit. Tetova duhet të shndrohet në një qendër urbane të kohës. Ne do t'i japim fund kaosit urban që mbizjetron në çdo pjesë të qytetit. Në vend të parë në urbanizëm të Tetovës do të vendosim qenie njerëzore. Ne jemi ndryshe, ne do të ndryshojmë Tetovën. Për këtë ide dhe projekt na duhet përkrahja juaj dhe besimi juaj. Unë nuk jam mësu Tetovën të shoh kështu. Unë jam mësu të shoh Tetovën të buzëqeshur, krijenal të guximshme, krenare të aksionit, të punës dhe të dijes. Këto na vun në zim, na sullën, na udhën kokën poshtë. Ne duhet që të fillojmë me ndryshime dhe të zgjedhim njerëzit të cilit kanë guxim, si që është profesor Izeti, I cili ne presim që me 24 mars të jetë kryetari komunës të Tetovës. Me plot bindje them se banorët e komunës Tetovës, Zhelines, të Arcës, Bogovinës meritojnë me shumë. Ne nuk premtojmë shumë për të bërë diçka. Të tjerët premtuan shumë, por thuajse nuk bën asgjë. Ne premtojmë ndershmëri, profesionalizëm, drejtësi për të gjithë banorët, pa marrë parasysh bindjeve të tyre politike. Ne premtojmë arsimim të cilësor, luftë kundër korrupsionit, nepotizmit dhe të gjitha të kurimet të tjera negative. I los të gjithë të pranishmit që të votojnë listën 1-1. Ajo është një kandidatët I kemi më të mirë, me moral më të lartë, kryetar komune dhe një shi tjetër është bardhës liste të gjithë kandidatët e RDK-s. Na prift e mbara, Zoti ju bekon. Unë jam njëri I projekteve dhe jo I llafeve. Kam shkruar dhe punuar në karrierën time me mira projekte kombëtare dhe ndërkombëtare. Kam menaxhuar me qindra projekte. Unë do të shkruaj dhe do të menaxhoj projekte për Tetovën. Do të ofroj projekte për ujin e Tetovës. Do të filloj që në muajt e parë projektet për punësimin e të rive. Do të hapi inkubator biznesi, parqe teknologjike me 2 universitetet, edukim dhe trajnim të papunëve, agencion për investime të huaja. Do të angazhoj promotor ekonomik shqiptar në gjithandej në botë. Do të fitoj me buxhet 250.000 euro që do të siguroj nga zvoglimet e shpenzimeve operative të komunës që bëhen sot. Do të realizoj projektin për pastërtinë e qytetit të Tetovës. Do të realizoj projekte kapitale dhe investime infrastrukturore, rrugë, bulevarde, mbi 5 milion euro në vit. Do të realizoj projekte për arsim dhe shkollat në Tetovë. Këtë do të bëj me buxhet 800.000 euro që do të I kursej nga furnizimet publike dhe shpenzimet e naftës që vjedhen vit për viti. Do të realizoj projekte në kulturë,
në jetën kulturore dhe artistike të Tetovës. Do të realizoj projekte në sport dhe në zhvillimin e jetës sportive. Do të përkraj projekt për transportin urban, duke themeluar ndërmarrje komunale të transportit urban. Projekte për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve. Do të hapi qerdhe për fëmijë në çdo pjesë të qytetit dhe në fshatrat më të mëdhenj. Projekte për ndërtimin e shtëpive të pleqshme. Do të përkraj projekte për ndihmë dhe edukim të rive. Besoni të nderuar, këtë nuk do ta bëj vetë, do ta bëj si ekip. Edhe ata se në generalin e fort nuk ka ushtri të dobët. Të jeni të bindur se RDK-ja e ka në krye një general shumë fort. Aja është Rufi Osmani. Nëse tetovarët në vitin 2001 përkrahën njerëzit që luftuan me pushk për të drejtat tona, mendoj se tash në vitin 2013 duhet të përkrahni një njeri që luftoj jo me pushk, po me tër arsenalin intelektual dhe dijenin, jo vetëm me kundërshtarët në parlament, por me të gjithë për të drejtat e shqiptarëve, për të drejtat e tetovarëve. Keni një zgjedhje e cila do kthen shpresën, dijen, humanitetin dhe nuk do u beson këtyre që 4 vite qeverisën me Tetovën dhe keq qeverisën dhe në spotet e tyre vetëm të arritur që i kanë 4 unaza që nuk i kanë përfundu ende. Shifnja Tetovën, pa ndryshim publik, pa pastërti, dërsa dëgjoj disa ekskurzione të kundër kandidates, e cila haron se vizitat që u abon shumë institucioneve qendrore janë kompetenca të qeverisë, të parlamentit, po kush e ndali atë që në mes të dimrit mos siguron naft për Pallatin e Kulturës në Tetovë? Kush e ndali atë që nuk ka siguru para për pajime të reja në spitalin e Tetovës? Kush i ndali ato që nuk bën asnjë investim kapital në Tetovë nga qeveria qendrore? Po kush i ndali ato këto 5 vite në qeveri që nuk bën funksionale zonën ekonomike të Tetovës? Jam i bindur se ju do kuptoni se BDI-ja është partia që do mban hipotekën e madhe për goditjen e rand që i ka bërë decentralizimit, edhe ati funksional, financiar, fiskal dhe investiv. Dhe pikrisht kjo parti që tanë kohën lavdrohet me një botë virtuale të një marketingu që peshon çdo ditë nga 100.000 euro, do mban hipotekën historike se devalvoi përmbajtjen kryesore të marrëveshjes së orit duke devalvu decentralizimin. E nderuara familje e madhe e RDK-s, mos votoni për të kaltrit dhe të kuqit, i votuat 20 vite dhe shbën të tashmen dhe të ardhmen tuaj. Tash keni një ofertë. Kjo ofertë lidhet me një individ. A individ ka një CV të begat, të dijes, të punës, të moralit dhe të djersës, dhe pikrisht kjo i duhet Tetovës. Prandaj, numër 1 zoti, populli dhe në Tetovë, Vizet Seqiri, urime fitoria!